dhe me antarë të grupit të tij patjetër, tentuan dhe ndikuan në zgjedhjet. Atje madje shkuan deri në pikën saj që donin të emronin edhe ministrin e brendshëm. Nga një përplasje që patën grupet kriminale, mbeti i vrarë Ruben Çerrës, biznesmeni që ishte edhe miku i ngushtë i Dritan Gjikës, me të cilin kishin një sër kompanish me emra tregtimi, frutash egzotike apo tregtime të tjera ndërkombëtar, lëndësh të tjera ndërkombëtare. Ajo video që ne kemi parë dikur në atë kompleksin e vilave, apo jo? Por që në të vërtet po. Por që në të vërtet, jo, mos ndoshta e ngatron me Dritan Recepin. Po. Me kompleksin e vilave. S'ka problem, sepse po dhe Dritan Recepi, por është, shiko, Dritan Recepi kishte edhe president në Shqipëri arbër, por Dritan Gjika mund të themi dhe mund të konsiderohet kjo jo nga ne që po flasim këtu në studio, por edhe nga vetë shteti i Kolumbisë. Është kapoja i kapove të shpërndarjes së lëndëve narkotike, të kokainës. Ky është kryesori. Ose më i madhi nga shqiptarët. Konsiderohet si më i madhi për shkak edhe të lidhjeve që me politike që ka pasur atje dhe për shkak edhe të ndikimit. Pas vrasjes së mikut të tij Ruben Çerrës, bashku me 3 persona të tjerë në një plazh në Ekuador, le të themi, filloi edhe dobësimi i Dritan Gjikës, duke u shpallur më pas në kërkim ndërkombëtar për trafik lëndësh narkotike, por dhe për pastrim parash, dhe duhet theksuar që kontaktet me Shqipërinë duket se Dritan Gjika i kishte humbur, pothuajse i kishte zeruar, sepse të paktën deri tani nuk flitet që ndonjë e ardhur apo ndonjë pjesë e parave të tij të jetë investuar në Shqipëri. Dhe të paktën Kolumbia apo Ekuadori nuk ka ndonjë hetim të përbashkët ku mund të ketë kërkuar ndonjëherë informacion Shqipërisë për ndonjë ngarkesë droge që ai vetë mund ta ketë sjell së paku drejt Shqipërisë. Megjithatë, për sa kohë bënte trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike, patjetër që edhe porti i ynë nuk ka shpëtuar pa kaluar, por ai le të themi ka qenë kapoja, ndërkohë ishte pjesa tjetër poshtë, ata të cilët bënin trafikun e lëndëve narkotike, duke u arrestuar më pas në Abu Dhabi dhe ashtu si përsa kohë Abu Dhabi apo Emiratet e Bashkuara dhe Dubai hapën, le të themi, ato marrëveshjen e deportimit apo ekstradimit policor me Shqipërinë dhe me disa vende të tjera, i kthyen Ekuadorit, Kolumbisë edhe Dritan Gjikën, një nga njerëzit që do të ekstradohet atje? Do të ekstradohet dhe mund edhe të kenë përfunduar procedurat e ekstradimit, sepse kishin nisur që në momentin që u arrestua për shkak se ka dënime për të vuajtur atje, edhe për atentatet që ka tentuar ndaj njerëzve shumë të rëndësishëm të politikës, mes tyre edhe presidenti aktuali Kolumbisë, i cili akuzoi këtë të fundit që e ka kërcënuar me jetë. Pra aq të forta i kishte linjat politike Dritan Gjika në Kolumbi dhe në Ekuador, saq që bënte edhe lojën politike. Për shkak dhe të kapitalit financiar dhe të shifrave të mëdha të parave që pastronte në këtë shtet. Aida, nëse ndalemi tek shqiptarët që ushtrojnë aktivitete të këtij niveli kriminal në botë, Dritan Recepi, Dritan Gjika, kemi emra të tjerë që ende nuk janë kapur nga drejtësia, apo këta janë pak a shumë bashkë me këto grupe kriminale në Elbasan, grupet pastaj të Durrësit, ndoshta Fieri është në kërkim ose mund të kemi një operacion? Unë nuk do të ndaloj në emra, patjetër, por ka shqiptarë të tjerë, emrat e të cilëve nuk kanë dalë ende, që nuk kanë precedent penal në Shqipëri. Po janë të pastër. Janë të pastër në vendin tonë, por drejtojnë trafikun e lëndëve narkotike në vendet e Bashkimit Evropian, por kanë linja shumë të forta të lidhura me vendin e prodhimit. Dhe pra këtu ka arritur niveli, le të themi, trafikantëve shqiptar. Nuk janë më thjesht shpërndarës apo pritës në Bashkimin Evropian dhe shpërndarës në Bashkimin Evropian. Kanë krijuar linja të drejtë për drejta me vendin ku prodhohet. Dhe duke krijuar linja të drejtë, pra kanë shkuar në burim. Dhe duke shkuar në burim, atëherë dhe fuqia sa vjen dhe bëhet më e madhe, sepse dhe kapitali, pra ti je në krye dhe je koka. Por asnjë nga këto emra, unë jam e bindur që njëherë nga SkyECC dhe Encrochat, njëherë nga dekriptimi i aplikacioneve të tjera që dalin sa herë që thyhet një i parë, ndoshta në vitet në vijim do të dëgjojmë emra për të cilët në Shqipëri nuk kishim dëgjuar kurrë. Mirë, dua të kaloj në një tjetër çështje të rëndësishme me avokat Beqirin, që ka të bëjë me një shpërthim
misterioz në burgun e fushkrujës, burgu sigurisë së lartë. Çfarë dim avokat dhe çfarë mund themi për këtë shpërthim dhe çfarë është burgu i fushkrujës, ky i sigurisë së lartë? Në fakt aty është shumë pak, numri i të burgosërve është i pak në Sa janë, fushkruj, është i pak, ai 100 nuk... Disa qindra ndoshta. Jo, në mos gabojnë burgun e fushkrujës janë 300 të Janë kanë ikur shumë, i kanë transferuar. Më falë, avokat. Kanë transferuar shumë. Më falë, avokat. Nuk bezdisësh besoj, se të ndërpres pak. Burgu i fushkrujës, për te fakti që në fakt mund të them që është një nga burgjet jo për fajt as një drejtuesi apo jo për fajt të dikujt, është një nga burgjet që kapacitetet, por edhe për nga mënyrat pak të nësi kodin, mund të jetë një nga burgjet jo të mira të vendit tonë, ndryshe nga në aspektin e infrastrukturës. Prandaj dhe nuk gjithmonë i marrin edhe i shpërndajnë, i heqin qandeja, një pjesë i kanë quar në... Nuk duan të qëndrojnë. Pra burgu i Burrelit i pari dhe pastaj burgu i fushkrujës në Burrel kanë quar, në Reç të Shkodrës kanë quar, që kanë hequr, në Fier kanë quar shumë. Për nga infrastruktura nuk janë në standarde që të paktën janë kthyer burgjet e tjera në vendin tonë, sepse kemi burgun e sigurisë së lartë si në Peqin, si në Fier, si në Reç, po ashtu edhe në Durrës, në të cilat janë bërë investime mjaft të konsiderueshme. Kam pasur mundësinë